Subjekti tjetër është EFT-ja. Ta kemi parasysh janë dy subjekte që ndërlidhen me Vukhamovicin. Kush i nënshkroi kontratat me Vukhamovicin? Kontratat e para me Vukhamovicin. Paradoksalisht kolegja nga LDK dashti që ta amplifikoj këtë çështje duke thënë që me 28 nëntor po importohet nga Vukhamovici, atëherë më lejo ta informoj kolegen në fjalë që ti pyes kolegët që i ka afër LDK-s, që kanë nënshkruar dhe kanë influencuar kontrata me Vukhamovicin gjatë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kosova është furnizuar me energji elektrike pikërisht nga Vukhamovici. Po jap edhe vlerat që ti keni ju parasysh dhe kontratën. Kontrata një burimore, siç kanë dëshirë LDK-ja të referohen, me Vukhamovicin janë nënshkruar që nga viti 2008 dhe vlera totale deri në vitin 2013 kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Keskos është në vlerë prej 141 milion e 489 euro, 1000 euro. Pra 141 milion euro përmes kontratave, një burimore është përzgjedhur Vukhamovici përfshirë dhe për të furnizuar Kosovën gjatë shpalljes së pavarësisë. Janë 3 subjekte që duhet t'japin deklaratë, edhe i rekomandoj që t'japin deklaratë tek prokuroria speciale për këto kontrata, dhe janë Arben Gjuka, Berat Rukiqi i LDK-s dhe Niazi Thaçi i PDK-s. Keku po ashtu ka nënshkruar kontrata me Vukhamovicin për t'i shitur tepricat e Kekut me datë 13 maj të vitit 2019. Subjekti që nënshkroi kontratë në vitin 2019 me Vukhamovicin vazhdon të jetë i njëjtë. Akteri është i njëjtë, Niazi Thaçi. Pastaj, dhe kjo është bukur e dhëmshme. Një kontratë me Vukhamovicin për ta furnizuar kostin për t'i mbuluar humbjet e veri. Kjo është paradoksal. Kosti me fiduciarët e vetë për bërë nga përfaqësuesit e PDK-s të LDK-s në kost. Fillimisht në mars të vitit 2017 vendosën që me ngarku kostin me pagesat e rrymës në veri. Paradoksalisht, të njëjtit kontratë për ta furnizuar kostin për këto e ka nënshkruar me EFT, me Vukhamovicin, me datën 28 të vitit 2017 për mbulesën e humbjeve. Kjo është kontratë, subjekti që ka nënshkruar kontratë vazhdo të jetë i njëjtë Kadriu.